një punëtor i cili ka qenë i vetmi djalë i Hazreti asaj familje, ka humbur jetën pa kontratë pune, a disa ka dënuar inspektorati i punës 2.000 euro. Kemi raste kur prokuroria i ka prish anëtarët e familjes në mesveti. Shumica punëtorëve që kanë vdekur në Kosovë në 3 vitet e fundit, vendi i tyre i punës ka qenë në ndërtimtari. Këtë e dëshmojnë të dhënat e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Udhëheci i kësaj sindikate ka treguar statistika në detaje të vdekjeve të punëtorëve në lancimin e raportit të Ben Kosova në lidhje me këtë çështje në fillim të muajit korrekt 2026. Vetëm në 2023 dhe deri në 2025, në 2023 kanë qenë 25 të vdekur, prej 25 të vdekurve 16 kemi pas në ndërtimtari, që do të thotë 64% të punëtorëve kanë qenë nga ndërtimtaria. Në vitin 2024 kemi pasur fatbarësisht po themi 12 raste të vdekur, ku 50% ose 6 raste kanë ardhur nga ndërtimtaria. Në vitin 2025 32 raste të vdekjeve, 21 raste në ndërtimtari, që do të thotë shumica e rasteve vijnë nga ndërtimtaria. Domethënë ka raste të tilla që mu më shkoi, domethënë kolegu e tha, shifrat pse nuk janë të barabarta me inspektoratin e punës të tjera. Përderisa ne e konsiderojmë që një punëtor ashtu bjen nga një banesë ose nga ndërtimi poshtë, lëndohet dhe ai shkon në spital dhe gjatë gjithë asaj periudhe edhe vdes në spital, ne konsiderojmë që ky ka ardhur si pasojë e lëndimit në punë dhe e konsiderojmë që ka vdekur në vendin e punës. Përderisa tek inspektorët e kanë, nëse vdes në punishmëri. Dhe kemi diçka që me të vërtet po mendoj gjoba nga inspektorati i punës. E kemi në sat styra, që s'po du ta përmend emrin e të ndjerit. Një punëtor që s'ka pas moshë 18 vjeçare, ka qenë nën moshën 18 vjeçare. Një punëtor i cili ka qenë i vetmi djalë i Hazreti asaj familje, ka humbur jetën pa kontratë pune dhe a disa ka dënuar inspektorati i punës 2.000 euro. Unë e di që dënimet i merr në gjykatë, por megjithatë inspektorati i punës e ka dënuar kompaninë me 2.000 euro, pse e ka lënë fëmin me hime punë në makinë që është jashtëzakonisht shumë e rrezikshme, e ka lënë një njeri që nuk ka pas fare kontratë pune dhe e ka lënë faktikisht një familje të shuar. A është rasti në gjykatë, Jusuf? Që ne normal që është rasti në gjykatë, po sa ma fell me hi, është hala ma keq. A dini që kemi raste kur prokuroria i ka prish anëtarët e familjes në mesveti. Sepse ka shku pronari i kompanisë edhe domethënë gruas të ndjerit i ka afruar një shumë mjete, ka thonë, unë po t'ja vraj 10.000 euro. Anëtarët e familjes e kanë pasur nuk kanë qenë dakord me gruan ose me gruan e vllat ato që e ka dhënë. Dhe faktikisht ne kemi informacione të sakta që këto kanë ra dhe e kanë bën ndarjen e familjes. Ne normal që jemi shumë të zhgënjur sepse mujna me bo. Nuk kena me mujtë me ndalë vdekjet në punë asnjëherë sepse nuk dalë në botë. Por mos me e pas një tretman të nderuar në rastet e vdekjeve të një pushtetari që quhen komë tonë me institucione, me shoqëri, me këto financojnë dhe bojnë alamet mjete, neve na duhet me folë për çdo javë, ndajeni buxhet 150.000 euro sepse ka nevojë këta njerëz. Beles pakut mos ta kenë ceremoninë e varrimit të lashe. Ben Kosova me 3 korrekt 2026 publikoi raportin Sfidat sistematike të trajtimit të krimeve nga siguria dhe shëndeti në punë. Sipas raportit, nga 37 procese gjyqësore ndaj bizneseve ku lëndohen punëtorët, të monitoruara nga Ben Kosova, në shumicën e tyre janë shqiptuar dënime me kusht ose gjoba. Raporti konstaton se për veprat penale për të cilat janë ngritur aktakuza, ligji parashet dënim me burgim. Megjithatë, gjykatat kanë aplikuar politika të buta ndëshkimore. Gjetje tjetër e rëndësishme e raportit është se pjesa më e madhe e rasteve janë mbyllur me marrëveshje për pranimin e fajsisë, duke u pamundsuar viktimave ose familjarëve të tyre të ushtrojnë ankesë në gjykatën e shkallës së dytë. Raporti u realizua në bashkëpunim me ATRC-n dhe Fondacionin Jahjaga.